Vdekje sociale, 750.000 të moshuar në Francë nuk i shohin kur fëmijët, niprit apo mbesat. Vetmia ekstreme midis të moshuarve shtritur me 150% në 8 vjet në Francë, ku 750.000 moshuar janë aktualisht në një gjendje vdekje sociale, pasi ata nuk takojnë kur ose pothuajse kur njerëz të tjerë, njoftoi shoqata Le Petit Frère des Pauvres, vëllezërit e vegjël të varfërve, duke dhënë alarmin. Këta njerëz të cilët përbëjnë 4% të 18 milion njerëzve mbi 60 vjeç që jetojnë në Francë, nuk kanë kontakt me familjen, miqt, fëmijët apo shoqatat, sipas një studimi nga Instituti CSA, i cili u krye në prill në emër të shoqatës. Që nga viti 2017 ky studim ka matur izolimin e tyre çdo 4 vjet, duke marrë parasysh këto 4 rrath të marrëdhënieve shoqërore. Numri i moshuarve të cilët janë në gjendje vdekje sociale është rritur me 42% krahasuar me barometrin e mëparshëm në vitin 2021 sipas Covidit, dhe në vitin 2017 ishte 300.000. Nuk jam martuar kur dhe nuk kam pasur fëmijë. Isha shumë e përfshirë me prindrit e mi dhe kur ata vdiqën, isha shumë e vetmuar, ka thënë 83 vjeçarja Michelle S., një ish menaxhere trajnimi në një kompani shumë komshe, cila pranon se ka gjetur ngushëllim në alkool. Ndërveprimet e saj shoqërore kufizohen në një bisedë të rastit me një mik në fshat, një shëtitje një herë në muaj me disa fqinj. Daniel L., 77 vjeç, u zhyt në vetmi pas vdekjes së gruas së tij në vitin 2021. As unë dhe as motra ime nuk kemi fëmijë. Miqtë e mi kanë probleme shëndetësore, i kam humbur. Thot ky ish kemist në sektorin agro-ushqimor. Plakja e popullsisë shpjegon, po kjo kush e ka bërë? Shpjegon këtë shpërthim si dhe ndërprerjen e lidhjeve shoqërore gjatë krizës së Covidit. Më të prekshmit nuk i kanë rikuperuar kur zakonet e tyre të mëparshme, sipas vëllezërve të vegjël të varfërve. Pothuajse 1.5 milion të moshuarve nuk i shohin kur ose pothuajse kur fëmijët dhe niprit apo mbesat e tyre, krahasuar me 470.000 në vitin 2017 sipas barometrit. Këtyre ushtohen 3.2 milion njerëz që nuk kanë as fëmijë dhe as nipër e mbesa. Shkalla e vetvrasjeve midis 85-94 vjeçarve ishte 35.2% për 100.000 në vitin 2022, dy herë më lartë se në popullatën e përgjithshme. Mungesa e familjes së ngushtë, pamundësia për të përdorur internetin, të ardhurat e ulta, humbja e autonomisë janë faktor rreziku që çojnë në vdekje sociale, thot shoqata. Kjo panoramë trisht që vjen nga Franca ngjason me atë në Shqipëri, ku jeta rurale apo ajo provinciale po shkon drejt një vdekje sociale ku veçojnë pleqt e moshuar. Ana më e dhimbshme është vdekja e tyre në vetmi, edhe pse me fëmijë.